Shqipëria ka regjistruar rastin e parë me fruth këtë vit, duke prekur një fëmijë që ka ardhur nga Anglia. Mësohet se fëmia nuk ishte vaksinuar ndaj fruthit, gjë e cila e ka bërë më të ndjeshëm ndaj infeksionit. Rasti po trajtohet aktualisht në shërbimin e pediatrisë infektive, ku mjekët po monitorojnë gjendjen shëndetësore të fëmijës dhe po marrin të gjitha masat për parandalimin e përhapjes së virusit. Instituti i Shëndetit Publik ka kryer hetimin epidemiologjik dhe deri më tani nuk rezultojnë raste të tjera të infektimit në vend, duke treguar se situata mbetet nën kontroll. Ekspertët e ISHP-s dhe mjek specialist kanë bërë thirrje për vaksinim të fëmijëve, duke theksuar se imunizimi mbetet masa më e efektshme për parandalimin e shpërthimeve të fruthit dhe mbrojtjen e shëndetit publik. Sipas ekspertëve, fruthi është një sëmundje shumë ngjitëse e cila mund të shkaktojë komplikacione serioze tek fëmijët e pavaksinuar, përfshirë pneumoni dhe probleme të tjera. Apelim është bërë edhe për rritjen e vigjilencës nga ana e komunitetit dhe institucioneve shëndetësore në mënyrë që çdo rast i mundshëm të trajtohet menjëherë.